Qenushi u bën rastësisht pjesë e jetës së tij. E krejt kjo filloi disa muaj më parë, kur Qenusha, tani e quajtur Liza, i solli në jetë 4 këlysh të vegjël në garazhin e Gzim Kadriut nga Ferizaj. Gzimi po sa i pa, nuk mendoi dy herë dhe mori përsipër kujdesin ndaj tyre. E më e rëndësishmja, financoi edhe shërimin e Qenushës, e cila sapo kishte lindur të vegjëlit, vuante nga sëmundje të ndryshme. Unë quhem Gzim Kadriu, jam qytetar i Ferizajt, vi me origjinë nga një fshat i Preshevës, në Orç. Jetoj që 25 vite këtu në Republikën e Kosovës. Me profesion jam autongjyros, kam edhe autokozmetikën time, objektin, si që tash më herët. Si çdo ditë vikendi, partë se garazha këtu me pa. Ashtu është principi jam, edhe futem këto në bord garazhës, edhe shoh një Qenushë që pas ka lind. Shoh një gjendje shumë tronë sajna, e marrë në telefon veterinarin Artan Ismaili, edhe i tregoj se kështu, mi lyp foto Qenushës të klyshve, ja dërgoj mes Viberit. Vjen Artoni, thotë se është në gjendje kritikë, është në gjendje të rëndë, thuja se 98% s'ka pas qime Qenushja. Tu me vazhdu tha me terapi, për terapi, ato shpenzime, thash, unë e vetim voloj, qa ka nevoj, thash, për Qenushja, unë du me i dalen, Zot. Po me ndihmën tonë. Gzimi tregon se fillimet kishin qenë të vështira. Gjendja jo e mirë shëndetësore e Lizës e bënte të brengosi më shumë dhe frika se nuk do t'ja dilte të arrinte shërimin e plotë të saj. Ai u përkujdes që këta Qenush të kishin ushqyerjen e mirë dhe terapia të mirë me kohë, derisa e rimorën veten dhe tani gëzojnë shëndet të mirë. Edhe e marr e improvizoj një shtëpisë të vogël, për me ja bë pak një vend më sigurt. Fillova me ushqyen, kryesisht nënën e vet, nuk han, nuk pen. Qa të bëj, shkoj këtu me një shitore, pa marrë ketë shmeton, marrë qumsht ditor, afrohem të Qenushja, ja që jasë më një janë, fillon me pijen. Filloj edhe me terapin prej doktorit. Edhe ditë mas dite, kjo veç filloj me i marrën edhe hapat e jetës, filloj me ushqy klyshqit, edhe vendosa mi alon emrin Liza, Qenushës. Nga 4 Qenush sa lindën, 2 prej tyre nuk ka rretën të mbjetonin. E më vonë ndodhi edhe një aksident tjetër që ishte fatal për këlyshin e tretë. Tani në përkujdesje i ka mbetur vetëm Liza me një këlysh. Edhe si çdo ditë, tu mirë me Qenushën, me klysht e saj. Fillimisht kjo kishte 4, po 2 nuk i mbjetun për shkak sëmundjes sajna. Veterinari tha se kjo e ka sëmundjen zgjeba, si që quajmë na zhuga. Ka tha parazite, sëmundje tjera, tash nuk po muj me i majtë edhe me në gjitha. Edhe dal një ditë aty para objektit, kalon një zonë me karos me një fëmijë aty. Tha ku ishita me të pyet diçka, thash po orna. Tha ja Qenushja, tha që është silë të parë, tha ku është? Tha mos ka linë të ti, thash po kishitash kish linë aty të oborë i garazhës. Tha ban me i pa, thash po ban. Edhe kur e pa shtëpizën që une arrita me ja improvizuan, hajde tha merë, tha po ta jap tha një shtëpizë, tha ma të mirë, tha se e kam prita me lindën të na aty në borë, po pas ka lindha të ti. Unë nuk kam dashur me bë publike, por shoku im ka në veseli, po pija një ditë kafe me to dhe po i tregoja. Tha Gzim nuk ban këto pa e shfashme në televizion, cilën e përshëndet shumë, ka në veselin Policin Zyrtar të Republikës Kosovës.
edhe ja rritëm kanon bashkë me realizu dhe këtë ngjarje interesant. Muaj më vonë nga një gjendje e rëndë shëndetësore, Liza e mirë kujdesur nga gëzimi. Tani ka marrë krejtësisht pamje tjetër, më e fortë e më shëndetshme, por rritet në garazhin e tij. Kjo është gjendja e qenushës, cila ishte një gjendje kritike, gjendjen më të rëndë. Edhe unë nuk muhet të rria indiferent ndaj kësajna dhe tani kjo është e shëndetshme, është e lumtur. Edhe mendoj që jo veç qenushe, po çdo kafsh mund të kujdeset nga çdo njeri që ka pak mundësi me bo. Si mesazh i fundit, mos e kthejmë kafshë shpinën se edhe këto kanë nevojë për dikon. Gëzimit dhe familjes së tij, qenushët tani më janë bërë si anëtar të tjerë të familjes. Secili prej tyre ju ofron dashuri këtyre kafshëve dhe koha që e kalojnë së bashku, thonë se është më e mira që kanë pasur deri më tani.